بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد هم دشوفت الله جل وعلا atë falenderojmë për ti falë dhe ndihim kërkojmë. Salavat dhe selamet qofshin për Muhammed Mustafan, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiamit. Me lejen e Allahu xhalla wa ala vazhdojmë me shpjegimin apo të jetojmë disa çaste me ata njerëz të cilët xheneti i priti me emër. Kemi përfundu sahabiun e fundi prej 10-ve të cilët i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith. Ai ka qenë Sa'id ibn Zaidi radhiyallahu ta'ala anhu. Ndërsa prej sot me lejen e Allahut fillojmë me biografinë e disa sahabive të nderuar të cilët janë përgëzuar me xhennet me emër. Mirë po, jo në hadithin e 10-ve, mirë po janë përgëzuar me xhennet një nga një. Prej tyre është edhe një person të cilën Allahu Gjelle wa Ala e ngriti lartë, të cilën Allahu e dashti fort, e që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të tha se edhe xhenneti është përmalluar. Fjala është për muezinin e parë në Islam, Bilal ibn Rabah al-Habashi radhiyallahu ta'ala anhu. Bilali, emri i tij Bilal ibn Rabah al-Habashi, tek kunja e tij apo te nofka e tij janë përmend disa mendime. Kanë thënë Abu Abdul Karim, kanë thënë Abu Amr, edhe Abu Abdillah. Nëna e tij ka qenë Hamama. Origjina e tij ka qenë prej Etiopijës, prej Habeshës, mirë po prindi i tij ka qenë i robruar, ka qenë rob në Mekë. E thuhet për Bilalin radhiyallahu ta'ala anhu se ka lind në Mekë. Ka qenë rob i familjes i fisit El-Jumahi, i Ubej ibn Khalaf, ka qenë rob i tyre. Ka qenë mocanik i Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, kështu e kanë përmend në për libra të historisë, ndërsa fizikun e tij kur e përmendin e përshkruajnë se çysh ka qenë ai, ka qenë zeshkan i zi, i zajft edhe i gjatë. Ka qenë i krysur në shpinë, që çto e përmendin, i dopët në supet e tij, ka qenë i dopt. Kanë thonë bihi shamatun këthir, flokët e tij ka pas shumë të dendura, edhe në mjekrën e tij ka pas qime të thinjura shumë. O kana la yughayyir shaybahu, çështu kanë përmend, kanë thonë nuk e ngjoroste mjekrën edhe flokët e tij. E vreni që tek secili prej sahabive që kemi përmend deri më tani e përmendin e kanë ngjyros mjekrën, se kanë ngjyros mjekrën, e kanë ngjyros, se kanë ngjyros. Pse? Për faktin se mesele ka pas mos vajtim të sahabit. Kur lejohet më ngjyros, kur nuk lejohet më ngjyros. Për këtë arsye kanë potencu ulemoja, edhe pse si çështje lejohet, nuk ka problem. Nëse çfarë thonë lejohet më ngjyros, pastaj meselja a lejohet me zezë, a nuk lejohet me zezë, është mesele e gjatë dhe i takon fushës së fikut. Mirë po për këtë arsye e kanë përmend tek biografia
Krejt që e kemi ka përcy për i sahabëve, ka përmend këtë gjë. Bilali radiallahu ta'ala anhu thamë se ka qenë musanik i Abu Bekrit. Kur Allahu Jalla wa Ala e dërgoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam tek Mekkaset fillimisht në Mekë dhe ja zbriti shpalljen, Bilali në atë kohë ka qenë rob. Edhe ka dëgju se një njeriu t'i është shpall prej onës Allahu Jalla wa Ala. I ka një zotërit e tyne, i ka një parin e partë Mekës që po flasin për Islamin. Edhe një ditë prej ditëve, Bilali ka qenë duke i rujt delet e kujt Abdullah ibn Jud'an, një personi kështë ka pasën. Ka qenë duke i rujt delet e tij. Edhe ka shku një ditë ka vendi ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkonte me Ebu Bekrin radiallahu ta'ala anhu. Edhe një ditë prej ditëve, kur afrohet Bilali aty, pejgamberi i thot, helleke min leben, a ki diçka më navon me pi, a ki qumsht deleve. Bilali thot, nuk kam ma shumë vetë se një dele që e mjeli, edhe ajo është ushtimi jem ditor. Mirë po sot, thot, po javjap juve. Pejgamberi sot o sëram thot, sjellë atë dele e cila, do të thonë ti e mjel edhe merë qumshtin e saj, e ka sjellë Bilali. Ka mjel pejgamberi alayhi salatu wasallam ka pi për vete, i ka dhënë Abu Bekrit, i ka dhënë Bilalit edhe ka tepru. Për çdo ditë Bilali po afrohet, po rrin tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam paksa edhe po ik, po largohet. Një ditë, dy ditë, tri ditë, delet vetë se kanë fillu me shtuen qumshtin, gjë që është vrej tek banorët e Mekës. Ebu Gjali si zakonisht, që i ka përcjellë se mos dikush po rrin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe ka shku i ka thonë Abdullah ibn Jud'anit, shërbëtori yt, është qut kapikullot këto dele se kanë ndrru, thot, qumshti i tyre është shtu. Thot mos vall, është taku me Ibni Ebi Kebshe. Ibni Ebi Kebshe ka pas për synim Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhi salatu wasallam e këshillon Bilalin sa çato i takimet e shkurtra. Edhe i thot thuj la ilaha illallah. Se unë jam kështu pejgamberi Allah. Bilali radiallahu ta'ala anhu e pranon Islamin, e shqipton shahadetin, mirë po pejgamberi alayhi salatu wasallam i thot fshehe Islamin tonë njëherë. Se nuk është koha për me shfaq. Mirë po Bilali kthehet në Mekë, fillimisht kur ata fillojnë me dyshu, edhe fillojnë me pyet Bilali nuk pranon. Nuk pranon që ka pranu Islamin, nuk i thot atyne që po vëlla e kam pranu. Mirë po një ditë përderisa banorët e Mekës ishin gaflet, me thonë kështu, Bilali hyn në qabe edhe i pshtyn idhujt e tyre njën nga një. Këtë mesele përmend Ibn Asakirin Tarikh Dimeshq. Thot i pshtyn njën nga një, thot qofshit të poshtruar, jo edhe ata të cilët ju adhurojnë juve. Edhe pastaj pas ju hulumtojnë edhe gjojnë se Bilali radiallahu ta'ala anhu është ai i cili ka bërë këtë veprim. Edhe shkojnë të Umej ibn Khalaf, edhe i thojnë se kështu është gjendja e tij. E merr Ebu Gjali edhe Umej ibn Khalaf, edhe torturojnë Bilalin radiallahu ta'ala anhu me tortura të shumta që mendja e njeriut nuk mundet me paramendu. Nuk ka lloj torturës që ka ekzistuar në atë kohë vetë se Bilali e ka shiju ata. Vetë se Bilali e ka shiju ata. Prej torturave që ja kanë bë, ka qenë se ja ka mënu korpeshin në qaf, edhe ja u kanë thonë fëmijëve të Mekës, e kanë silë na për Mekë të e ngrej sikur kafshën. Të e ngrej sikur kafshën, të e nënçmu edhe të utalë me të. Mirë po Bilali radiallahu ta'ala anhu nuk është zbraps prej feje cilën e ka pranu. Dhonjën talë, fëmija jo muni me paramendu tasht, kur dikush e kap një mocë me kapën, ose një kafsh me kapë,
Sa do që tjetë ajo se qysh munden me utall fëmija rrugës. E para mendoni një njeri që qështu e kanë nënshmu. Pastaj kur kanë pa që Bilali s'po zbrapset, e kanë marrë dhe kanë zjerë në kohët më të nxehta të ditës, në shkretin veç me dalë në ato kohë nxehta mjafton. E lemo me marrë, me shtrin dheun e nxehtë, edhe me avlu gurin, raz gjoksit, edhe me torturun këtë mënyrë. Bilali radiallahu ta'ala anhu ka qenë prej të parëve që kanë shpall apo e kanë shfaq para njerëzve islamin e tyre. Se Bilali ka shfaq pas ta islamin e tij. Edhe haptas nuk është lodhë se shka i bojnë ata e s'ka. Kanë qenë edhe disa sahabi tjerë, si familja Ammar ibn Yasir e disa të tjerë, Miqdadi e plot, që gjithë, kur kanë fillu me u torturu, i kanë rapishman. Se prej të parve që kanë përhap islamin ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri, Ammar ibn Yasir, nona e tij Sumeja, Bilali, Suhejbi, Miqdadi e kështu me radhë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mbrojt mingja i tij Abu Talib. Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu e ka mbrojt familje e tij, ndërsa këta tjerë të kërkush si ka mbrojt. S'ka pas kush i mbrojt. Edhe janë torturu aq shumë sa që shumica absolute prej tyre janë kthy. Jo janë kthy, me thonë kështu, po kanë shqiptu fjalën e kufrit edhe i kanë liru. E që kjo në rastet të tilla lejohet, kur dikush torturohet, edhe illa men ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Përveç atyre që torturora, mo zemra e tyre është e mbushur me iman. Sa që Ammar ibn Yasir, kur e ka thonën fjalën e kufrit që bëj kufër Allahut, ka qajt shumë deri sa ka shku është anku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonën kanë vepru kështu. Pejgamberi thot kejfe tejidu qalbak. Si po e gjen zemrën tonde? Apo e gjen zemrën tonde që po anon ka kufri? Thot e gjej zemrën teme mutma'innun bil iman. Është e bindur thellë në ekzistimin e Allahut, po torturimi që na i kanë bëhen ka qenë shkak që unë më thon atë fjalë. Amo Bilali ja. Dynjoja dhe shak kanë ta, ati ju ka duk e lehtë. Bile ka ardhur në disa transmetime kur e kanë vetë Bilalin se çka të ka bëu tyje, mos më e thon fjalën e kufrit në ato momente, ka thonë i kam qitë në peshoj 2 sene. Ëmbëlsinë e besimit të cilën e kam ndje unë, edhe dënimin edhe torturat që mi kam bo me kasën. Ja ka pëshua ëmbëlsia e besimit. Edhe mo, thot, nuk jam lodh për këtë punë. A e kuptut këtë? I kam pëshu, cila ku anon më shumë. Ëmbëlsia e besimit, thot, ka anuën më shumë se saja. Edhe mo nuk jam lodh për këtë punë. Atë shumë e kanë torturu, sa që me ditë të tëra, që tash e kanë zjerë në diell, edhe mbi gjoksin e tij kanë hodhë gur të mëdhaj, edhe fjalët e tij të vetme kanë qenë radiallahu ta'ala anhu, ahadun ahad. Ahadun ahad. Allah është një, s'ka zot tjetër ti që meriton adhurim. Sa që zotërinjet e tij janë ndërzu, kanë pas që veç me hik qafe Bilalin. Veç me hik qafe. Amo që është tek Zoti kur don që të shiliran punë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lënë pranë tyre, edhe i shetu torturu. I përgëzon familjen e Jasirit, familjen e Jasirit me xhenet, sabran ala Yasir, fa inna maw'idakumul janna. Bani sabër se fundi juve është xheneti. Kur e sheh Bilalin në gjendje, çka me bo, vetë nuk i ka renet me liru prej robris, me ble. Shkon të Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, thot Bilali bre, që qështu karë? Ju ka dhimë shumë, thot Bilali bre, qësh mi apo punës ti? Sinin Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, me njëherë drejtohet edhe shkon, thot sa pëshet. Ka ardhë në transmitime me Khamset Uqije, qmemi i lirë, jo i shtrejt.
se ata kanë dashur veç me hek qafe. Bile Ebu Bekri thot tem u kryky mapet, me njëhe për liraj. Thot Ibn Khalaf, si kur të kishe kërku prej meje Ebu Bekrit, edhe me një uqije, shumë lirë, kisha me ta vonë. Se me këto ka dash me thonë aj se Bilali kur farë vlerë të onë s'ka. Amo Ebu Bekri, radiallahu ta'ala, nuk ka qeni meqë. Pasha zotën, thonë, si kur të ma kishe mojt 100 uqije, unë e kisha pli. Se kisha diskutu këtë punë. Dhe ti, Bilal e ko këtë vlera më të onë e ja. Kër e ka liru Bilal, kër e ka morë Bilalin, tash nuk i ka thonë, se ti më je robi jemi. Thot ti e i lirë për hirtë Allahu Gjelle wa Ala. Kështu ka qenë fillet e Islamit Bilalit radiallahu ta'ala anhu. Prej atyre momenteve, mo Bilali kur nuk ju ka nda pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur se nda. Ka shku pejgamberi Bilali radiallahu ta'ala anhu me ta. Është përmend si kur hija pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e qenë. Kështu ka jetu Bilali, pastaj ka bo hijret për në Medinë. Tham se ka qenë rob. Mirë po Islami e bani krenar. Bëri që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me përgëzu me xhennet. Me emër. Një net prej netëve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur zgjohet mëngjes, thirr Bilal dhe thot: "O Bilal, çka është ajo punë të cilën ti po e vepron, se mbrom thot i kam dëgju zhurmën e në Allahëve tua në xhennet." Çka i ka bën thot diçka? Çfarë pune e tu bën? Se i kam dëgju zhurmën e të ecurit e në Allahëve tua në xhennet. Ka thonë: "Ja Rasulallah, nuk ndodh me mor abdes ndë një herë." Në më thonë, kur i bashkon transmitime, thot sa herë që kam prish abdesin, ka mor abdes me një herë, edhe gjithmonë i kam fal 2 recate masaj. I kam fal 2 recate namaz masaj. Disa transmitime tjera ka thonë: "Ja Rasulallah, sa herë kam thirr ezan, i kam fal 2 recate mas ezanit. Edhe sa herë kam prish abdesin, kam mor abdes, i kam fal 2 recate mas abdesit." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Kjo atëherë është. Kjo është veprimi i cili të ka bë tyje prej banorëve të xhennetit." Transmeton Imam Tirmidhiu rahimahullah, Hakimi në Mustadrekun e tij. Imam Tirmidhiu thot se hadith është hasan i mirë, thot: "Ishtaqatil jannatu li thalath." Xhenneti thot është përmallu për 3 njerëz. Xhenneti është përmallu për 3 njerëz. Prej tyre Aliun radiallahu ta'ala anhu, Ammar ibn Yasir, edhe Bilalin radiallahu ta'ala anhu. Çka do me thonë kjo? Xhenneti me u përmallu për ty. Disa transmetime në vend Bilalit, te Tirmidhiu në sens çka është i botun, ka ardhën Selman el-Farisi në vend Bilalit radiallahu ta'ala anhu, ndërsa Imam Dhahabiu këtë në Siyar A'lam an-Nubala e përmend Aliun, Ammarin edhe Bilal. Allahu ta'ala alam, si duket Imam Dhahabiu rahimahullah është ndalë me nej kopja apo nej transmetim Tirmidhiut që nuk na ka arrit deri tek ne. Bilal radiallahu ta'ala anhu, prej çështjeve që e veçojnë këtë burr, ka qenë muezini i parë në Islam. Muezini i cili ka ngrit thirrjen Allahu Akbar që vazhdon deri në ditën e Kiametit me lejen e Allahut xhalla wala. Bile pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e lavdron këtë aspekt edhe thot: "Ni'mal mar'u Bilal, sayyidul muadhdhinin yawm al-qiyamah." Sa njeri mirë është Bilali. Sa njeri mirë është Bilali. Ka me qenë zotëriu i muezinëve në ditën e Kiametit. Edhe Allahu edhe thot: "Wal muadhdhinuna atwalu an-nasi a'naqan yawm al-qiyamah." Qafat e tyre kanë me qenë të gjata në ditën e Kiametit kur dalin para Allahut xhalla wa ala. Ju e dini ngjarjen e ezanit, çu e ka pan
fillimisht kanë thonë me marrë një kumun me rrej për me lajmëru njerëzit për namaz, pastaj dikush ka thonë me marrë një buri, një sur, pastaj deri sa është po ëndër me thirrën e zonin këtë formë që shtirën Abdullah ibn Zeid e disa sahabi tjerë, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë ngretë Bilalit. Ngretë edhe ka hype ka thirr e zonin, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas disa muezin kryesori për tyre ka qenë Bilali radhiyallahu ta'ala anhu. Ka prezentuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në gjitha betejat. Prej betejës Bedrit në krejt betejat ka qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Omeri radhiyallahu ta'ala anhu e ka dash shumë Bilalin. E ka respektu shumë, saqë nëse është lavdru dikush se ka qenë në kohën e tij në Bilal ibn Abdullah, e kanë lavdru sa i ka qenë Sayyidul Qawm, kanë thonë që kështu zotërio i popullit vetë, zotërio i muslimanëve në atë kohë, e Bilali e Omeri radhiyallahu ta'ala anhu thotë se Sayyidi i jon, zotërio i jon është Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Bile kur e ka përshkruar këto, thotë zotërio i jon është Ebu Bekri i cili e ka liruan thotë zotërion ton Bilalin radhiyallahu ta'ala anhu. Për shkak të Bilalit, Allahu qoftë i kënaqur me ta, Allahu xhalla wa ala ka zbrit ajetet Kur'anit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur një herë një çështje apo një gjë se paria e Mekës, edhe tash normal, ju e dini se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë shumë i kujdesshëm që të partë dhe njerëzit e mëdhaj të Mekës me pranu Islamin. Kur kanë kalu pranë tij Abu Sufjani, Abu Jehli, këta të mëdhajt, e kanë pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tunajt me kanë, me Bilalin, Suhejb ar-Rumin, Abdullah ibn Mas'udin, Saad ibn Abi Waqqasin, që me thonë kanë qenë disa njerëz që te paria e Mekasve këta kanë qenë të pavlerë. Edhe i kanë thonë në Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nëse ti don më ul apo don na më ul me tyje që ta njerëz largoj. Nuk ka mundësi na kur flasim me ty me ndërhy këta në muhabet. Që ta njerëz largoj. Pejgamberi alayhi salatu wasallam çka ka bërë? Ka qenë e vështirë me i largu, mirë po të shpresu për islamin e këtyne të mëdhajve, i ka largu pak. Ka thënë kur të ulna me ta largoni ju prej meje. Allahu xhalla wa ala ka zbrit ajetin surën Al-An'am. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. O Muhammed, mos i largo këta burra nga çrrimet e tyre, të cilët adhurojnë Allahun mëngjes e mbrëmje, edhe nuk synojnë tjetër veç kënaqësinë e Zotit edhe xhenetet e tij. Mos i largo prej teje. Shpresën që ti e ki në Islamin atyre paris Mekës mbaje. Ama jo me i largu këta njerëz prej teje. E shifni vëllezër, sa Allahu xhalla wa ala këta njerëz është krenu me ta dhe këta do të mënejt ofër teje. Për këtë arsye kjo është mësim i madh. Njerëzit të cilët rrinë pranë teje, kjo është mësim për ne o xhallarëve. Pa morë parasysh pozitën e tyre që e kanë. Ja kanë ndruar Allahu xhalla wa ala, ata janë vëllezërit e mi. Se nuk e din Allahu xhalla wa ala për hatër tyne çona i bereqet që menjas ta vërty. Menjas ta vërty. Sa Allahu nuk i shikon njerëzit pozitat e tyre, fizionomitë e tyre kështu më radh. Pa ja e shikon zemrat e tyre. Bilal radhiyallahu ta'ala anhu ka qenë habeshi, ka qenë izia për menëm. Ama ja ka nejtë afër pejgamberit alayhi salatu wassalam gjithmonë. Çat moment kur ka kërku me largu, nëse për më ul me parinë e tyre, ka thonë la wala tathrud alladhina wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Bon sabër edhe rrej me ata të cilët Allahu xhalla wa ala e adhurojnë mëngjes e mbrëmjen. Me çlirimin e Mekës edhe betejën e Hudejbes, marrëveshjen e Hudejbes, pas marrëveshjes e Hudejbes, Allahu xhalla wa ala bon emër që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të hynë në Mekë. Pas hynë në Mekë, Qabeja pastrohet prej idhujve. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk pi thot kërkuj tjetër, po pi thot Bilalit, o Bilal, ngritu nalt. Hyp edhe thirrë e zonin të cilën e thërshën me tina.
ka hyrë mbi Qabe edhe ka thirrë ezanin Allahu Akbar, që ke ezan sot që është. Edhe paria e Mekës, çata cilët ende se kanë pranuar Islamin, ka thonë që është more puna e këtij njeri. Që është puna e këtij njeri. Edhe robt e ton i ka vënë këto pozita. Para mendoni o vëllezër, në atë mes ka qenë Ebu Bekri, në atë mes ka qenë Omeri, në atë tabit e mëdhaj, Aliju, Uthmani, njerëz e mëdhaj që kanë në Islam, edhe kush po ngritën mbi Qabe. Një njeri që në fillim ka qenë rob, ndërsa sot po ngritën mbi Qabe, po ngrit fjalën e Allahut Jelle Jalaluhu. Bilali radiallahu ta'ala anhu ka qenë modest shumë, sa herë ka njën që njerëzit e kanë lavdru, gjithmonë i ka qortu ata. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, disa njerëz e kanë ngrit Bilalin mbi pozitën e Ebu Bekrit. Ka thonë ky është edhe më i mirë se Ebu Bekri. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dashur fort. Kur ka dëgju këto fjalë Bilal radiallahu ta'ala anhu ka thonën mos folni. Nuk kam qef me i një këta zona. Se nëse unë jam një e mirë, nuk jam tjetër vetë se e mirë prej të mirave të Ebu Bekrit. Kur gjë tjetër se? Thot kështu, wa innama ana hasanatun min hasanatihi. Unë nuk jam tjetër vetë se një e mirë prej të mirave të shumta të Ebu Bekrit, radiallahu ta'ala anhu. Bilali pas çlirimit Mekës kthehen në Medinë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas pak një vjet e gjys sa i bën bëhet haxhi i lamtumirës dhe vdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ju e dini se Medineja në atë kohë që e kanë bashkruar sahabit është rësuar me vdekjen e pejgamberit. Nuk është më ajo Medinë të cilën ata burra e kanë njoft. E nëse e shpreh këto qartë, nuk është më ajo Medinë të cilën e kanë njoft ata sahabi. Vëllezër, mundeni me paramendu. Po jetojnë me pejgamberin, po ecën ato vende me pejgamberin, shpallja po i zbret pejgamberit, çdo gjë që kanë pas problematik ta burra e kanë ngritë tek pejgamberi. Vazhdimisht kanë qenë me ta. Ti kur ti je me ndaj shok të mirë që ki, qoftë në studime, qoftë dikon, kur të largohen edhe ndahen, besa kur të kalojsh rrugëve që ke kalu me to mërzitesh. E para mendoni këta njerëz me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, kur ka vdek pejgamberi, shumica e sahabëve janë largu prej Medinës. Janë largu për dy arsye. Arsyeja e parë, që s'kanë mujt më me nejtë Medinë me paramendu Medinën pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe arsyeja e dytë ka qenë për hapja e Islamit në për vendet të tjera. Bilal radiallahu ta'ala anhu pejgamberi vdes gjenazja ati ende pa u varros, ngritet edhe thirr ezanin. Kështu ka në transmetime. Kur vjen te fjala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, është mërzit shumë, ka qajt shumë, saqë Medinja ka krejt njerëz të Medinës kanë qajt edhe janë mërzit për këtë. Mirë po, pas i varrosit pejgamberi alayhi salatu wassalam, caktohet khalife i muslimanëve Ebu Bekri. Bilali po sillet, po vështillet, i mërzet. Ka ardhur Ebu Bekri ka thonë, ja emir, ja khalifet e Rasulillah. O zavendës i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. O ti që tani po ju prin muslimanëve. Po du thot me ta boj një kërkesë, edhe kisha pas qef mos më refuzu ata. Cila është e kërkesë? Thotë kam dëgju pejgamberin alayhi salatu wassalam duke thonë puna më e mirë të cilën e bën robi është lufta në rrugën e Allahut xhalla wala. Ebu Bekri thotë çka po don? Thotë po du me shkua dhe me qëndru me ushtrien muslimane atje në Sham. Ebu Bekri orvatet për me ndalë. Mirë po Bilal radiallahu ta'ala anhu po i bashkoj transmetime se janë transmetime të shumta. Bilal thot ja emir al-mu'minin, pse më ke liru mu? Thot nëse më ke liru mu e për me të shërby ty, thot po të shërbej. Ama, nëse më ke liru mu për hirtë Allahu Gjelle wa Ala, thot ma lerë rrugën qilë, edhe të hece. Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu i thot,
Wallahi nuk të kam liru për tjetër vetëm se për hir të Allahut Gjelle wa Ala. Edhe Bilali jam synë Shamit. Shkon atje në Sham. Edhe atje jeton, radiallahu ta'ala anhu. Pas disa kohëve vdes Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu. Khalife i muslimanëve bëhet kush? Omeri. Edhe Omeri si zakonisht i viziton guvernatorët e tyre, ushtrit e tyre në për shtetet islame, edhe shkon në Sham. Shkon në Sham atje. Në Gjabije takohet me sahabite nderuar prej tyre edhe me Bilalin radiallahu ta'ala anhu. Musliman të atjeshet se Bilali mos ka thirrë zonin asnjëherë. Ka ardhur në transmetime që Bilali nuk ka bo muezin me për kërkon pas vdekjes pejgamberit alayhis salam. Nuk ka qenë muezin i kërkujt. Se s'ka mujt, nuk ka mujt me paramenduan ende me thonë ashhadu anna Muhammadan Rasulullah e Muhamedi i vdekur. Kanë kërku prej Omerit musliman në atë kanë thonë ja emir al-mu'minin shërbeshte në Bilalin e ta thirrë zonën edhe njëherë let ne i kujton ato ditë kur ishëm me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot është ngrit Bilal edhe ka thirrë zonën. Ka thirrë zonën. Kur kam rritë fjala ashhadu anna Muhammadan Rasulullah krejt kanë qajt. Prej mërzijës që kanë pas për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Është përmend Ibn Asakiri rahimahullah në librin e tij Tarikh Dimashq me zinxhirin e tij nga Abu Ishaq Muhammad ibn Ibrahim ose kështu veç ta shoh zinxhirin pak nga thot Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad ibn Sulejman ibn Bilal deri tek Abu Darda se Bilal radiallahu ta'ala anhu një ditë e ka pa ondër pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe duke i thonë ma hadhihi al-jafwatu ya Bilal. Qa është kjo punë e jote Bilal? Ama ana laka an tazurani. A nuk ka koha që ti më bo zjaret mu? Edhe pastaj ka transmetim se Bilal radiallahu ta'ala anhu i ka hyp kalit edhe ja ka mësuj Medinës. Ka shku atje tek varri pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ka marrë ngrëk Hasanin edhe Husejnin, pastaj kanë kërku ata me thirr ezanën Bilalin në Medinë kështu me radhë. Allahu Teala a'lam, kjo ngjarje edhe pse është përmend te Ibn Asakiri, dietarët e hadithit e kanë kritikuar në dy aspekte, si në aspektin e tekstit edhe në aspektin e senedit. Për faktin se në aspektin e senedit ka shkputje, ka transmetues duke filluar prej këtij Ibrahim ibn Muhammad ibn Sulejman, prej këtij që dietarët kanë fol bejagi gjatë për ta. Për këtë arsye Ibn Abdul Hadi rahimahullah librin e tij As-Sarim al-Munki flet për këtë transmetim edhe thot se nuk është i sakt. Imam Dhahabi rahimahullah kur vjen te këtë transmetim thot isnaduhu layyin wa huwa munkar. Sanedi i tij është i dobët, edhe në teksti i tij është munkar i urryer. Pse? Se Bilal radiallahu ta'ala anhu në Medinë mos u kthy kurr. Bilal radiallahu ta'ala anhu në Sham ka vdekur së kthy në Medinë. Prej se ka dalë prej Medinës. Nërsa Hafidh ibn Hajar rahimahullah kur vjen të çyket transmetues thot wa hadhihi al-qissa alamatuha tadullu ala wad'iha ose kështu diçka. Thot ky tregim është shenjat e kësaj ngjarje janë të qarta se ky tregim është i shpikur. Ky tregim është i shpikur. Domethënë, ky transmetues nuk njihet prej hoxhallarëve të hadithit. Nuk njihet se hoxhallarët të mëdhtë të hadithit të cilët kanë hyrë në Sham kanë marrë prej tij. Pastaj këtë ngjarje edhe Sheikh Albani rahimahullah flet se nuk është e saktë se Bilali ka ardhur në Medinë. Sido që tjetë Bilali radiallahu ta'ala anhu që martu, mirë po fëmijës kalon hiç. La aqiba lehu. Nuk ka pasardhës. Kështu e kanë përmend hoxhallarët e sirës. Kur është smun në Sham,
gruaja e tij është mërzit shumë se Bilali po vdes. Edhe ka thonë, ja o ilah, mirë për mu që Bilali po vdes. Ja o ilah, mirë për mu që Bilali po vdes e po shkon. Çka thot Bilali? Ja farha, lumi unë i lumi. Që të thot? Lumi unë i lumi. Pse lumi unë i lumi? Se Bilali ka qenë mërzit shumë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bekrin. Bilal radiallahu ta'ala anhu ka qenë mërzit shumë për pejgamberin, Abu Bekrin, e sahabit që kanë vdekë para tij. Gruaja e tij po vajton e po mërzitet se kjo po vdes, ndërsa kjo po gëzohet. Edhe ka thonë Bilal radiallahu ta'ala anhu, wa farha lumi lumi ghadan nalqa al-ahibba Muhammeden wa hizbe. Ka thonë lumi unë i lumi se nesër kam mi taku ata të cilët i kam dasht, Muhammedin edhe shokët e tij. Para mendon e vëllezër. Çfarë dashnie Bilali ka pas për ta. Ka thonë elhamdulillah që po vdes e po takona me shokët e mi të cilët i kam dasht fort. Edhe në vitin e 20 sipas hijretit, në kohën e khilafetit Umerit radiallahu ta'ala anhu, vdes Bilali radiallahu ta'ala anhu edhe varroset në Sham. E lusim Allahun xhalla wa ala që të na bashkoj me këta burra e t'i shohim ata se dëshmojnë para Zotit se këta njerëz i kemi dashur fort, e kemi dashur rrugën e tyre. E lusim Allahun që të na ringjall me ata të cilët i dojmë. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, njeriu në ditën e kiametit do të jetë me ata që i don. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.